mund të ishin humi. Edhe më shjallah të të dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili e kreu me amanet në Zotit dhe me drejtoi zemrat me Kur'an, që është dallues i të vërtetës me shtrenjtë deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë pa pushu, pa mbaru, me qindra me mirë dhe me thonë, elhamdulillah rabbil alamin që na udhëzoi. Udhëzim do të thosh ti në ato standarde, në ato parametre që kërkon Allahu xhallahu. Pra, për ta fituar kënaqësinë e Zotit, nuk është e lehtë. Aleikum selam. Një prej sahabëve të ndershëm Abu Bekri Siddiku, Allahu mëshiroft, ka thonë, dëshiroj të dalë përpara Zotit, sigur vetëm një vepër pranohet. Një, pra e gjithë jetën ta ketë hajër, vetëm një vepër ta ketë pranohet tek Allahu xhallahu. Se çfarë tregon? Nëse Allahu ka qenë i kënaqur me ty. Pra ne do të dalim me gromë të mëdhej vepër përpara Zotit xhallahu. Me shumë namaz, me shumë agjenime, me shumë sadakat. Po kretë qëllimi është e pranoj Allahu apo e pranoj. Kjo ka rëndësi të madhe. Po inshallah, ne fakira jemi, edhe i grupi që të ne pranoj inshallah, që ta fitojmë kënaqësinë e Zotit xhallahu. Ju e bani lutje vazhdimisht. Pra të gjithë vetë kanë mësuar për shembull një kapitull të shkurtër të Kuranit, apo si do të thonë kapitulli më i shkurtër, Suratul Fatiha. Edhe atë në kapitull ju bashkë me mua çdo ditë dhe shumë herë ditë thoni Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. O Zot, o Allah, na drejton rrugën e drejtë. Rruga me të cilën Allahu është i kënaqur. Rruga që e kishin ato të hershëm. Rruga që e kishin ato që kishin dashur të Zotit. Rruga që çon drejt xhenetit. Pra sirat, thot rrugë, tarik, e dashur, e mirë, e veçantë, që të dërgon përpara Allahu xhallahu në xhenetin e lartë. Nëse kur thënë mustaqim, do të thonë rrugën e atyre që ishte shumë i kënaqur me Zotin. Ata normalisht ecin për to, por thuajse flutureshin në përqiell. Për shkak të asaj që kishin zemrat e tyre. Ata kishin Allahun xhallahu me zemër, me shpirt dhe e adhurojshin ashtu sikur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Adhuroja Zotin sikur e sheh, me ihsan, me mirësi, se edhe me qenë se ti nuk e sheh, ai të shikon ty. Dhe këto grupi i muttaqinëve të veçantë ta kanë edhe një tjetër. Këto e falen këtë namaz gjumone sikur të jetë namazi i fundit. Çfarë do thotë? Tamam sikur thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, falen edhe përsosin namazin sikur të jetë namazi i fundit. Edhe nëse bëjmë pak llogari, aleikum selam. Ne nuk e dim se çfarë kemi mas kësaj gjumane, sa jetë kemi. A e dim se dim. Ata e qëtën përsosin e kohë. Dhe më thonë, duke filluar nga abdesin. E abdesi atë fillon për namazin, namazin atë fillon për abdesin. I njëri herë arrojtë namazin shumë. Shka le zotë në namaz, sa marrë në namazin, së mandë në nëzirë. Edhe i thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah,